Ish-deputeti Ervin Saliani ka zyrtarizuar kandidaturën e tij për drejtimin e Partisë Demokratike, duke u futur në garë përballë ish-kryeministrit Sali Berisha për lidershipin e forcës më të madhe opozitare në vend. Saliani ka shoqëruar kandidimin me një platformë të detajuar politike, të cilën e ka quajtur një kontratë të re për Shqipërinë, ku propozon një transformim të thellë të strukturës, funksionimit dhe orientimit politik të partisë. Në thelb të kësaj platforme i qëndron reforma e brendshme e PD-s. Ai propozon që kryetari partisë të zgjidhet me parimin një antar një vot, me mandat të kufizuar me 2 mandate dhe me përgjegjësi të drejtë për drejtë për rezultatet elektorale, duke qenë njëkohësisht edhe kandidat për kryeministër. Një tjetër shtyllë kryesore është hapja e plotë e partisë. Saliani kërkon lista 100% të hapura, ku 80% e kandidatëve të propozuar nga antarësia dhe 20 nga kryetari, si dhe përfaqësim më të madh të grave të rinjve nga diaspora, duke synuar një strukturë më gjithëpërfshirëse. Në aspektin ideologjik, ai kërkon rikthimin e Partisë Demokratike në vlerat tradicionale të së djathtës, përfshirë mbrojtjen e pronës private, ekonominë e tregut dhe rolin e kufizuar të shtetit. Sipas tij, partia duhet përfaqësojë masat dhe jo individin, duke shmangur rrezikun e të kurrjes dhe dobësimin politik. Saliani thekson gjithashtu rëndësinë e fuqizimit të grave dhe të rinjve, duke propozuar rritje të ndjeshme të përfaqësimit të tyre në struktura drejtuese dhe në listat zgjedhore. Ai kërkon që të rinjt të kenë një rol më të madh në vendimmarrje dhe në politikbërje. Në platformë përfshihet edhe decentralizimi i partisë me fuqizim të degëve lokale dhe shpërndarje më të gjerë të përgjegjësive dhe buxheteve, si dhe vendosja e meritokracisë si parimbas, ku drejtuesit vlerësohen sipas rezultateve dhe jo pozicioneve. Një tjetër pikë e rëndësishme është modernizimi i komunikimit politik, ku Partia Demokratike synon të kalojë nga një parti proteste në një parti qeverisëse e aftë për të ofruar alternativa konkrete për qeverisjen. Saliani propozon gjithashtu bashkimin e opozitës dhe bashkëpunimin në diversitet si mënyra për të arritur rotacion politik ndaj Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Ai e konsideron këtë hap domosdoshëm për ndryshimin e pushtetit në vend. Në platformën e tij, ai shpreh mbështetje të plotë për SPAK-un dhe shtetin e së drejtës, duke theksuar se askush nuk duhet të jetë mbi ligjin, si dhe kërkon forcimin e mëtejshëm të luftës kundër korrupsionit. Në planin strategjik, Saliani thekson orientimin euroatlantik të Shqipërisë, duke kërkuar për shpejtim të integrimit në Bashkimin Evropian dhe forcim të partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai e mbyll platformën me vizionin për një Shqipëri të integruar në familjen europiane, ku qytetarët jetojnë në siguri, drejtësi dhe mundësi reale për zhvillim, duke theksuar se kandidimi i tij është një përgjegjësi e marrë me bindje për ndryshimin e PD-s dhe rikthimin e saj në pushtet.